Sot do të lexojmë letra drejtuar Efesianëve, kapitulli 1. Pali, apostulli Jezus Krishtit, me anë të vullnetit të Perëndisë, shenjtorëve që janë në Efes dhe besimtarëve në Jezus Krishtin. Hir dhe paqe qoftë mbi ju prej Perëndisë, Ati ynë dhe nga Zoti Jezus Krisht. I bekuar qoftë Perëndia, Ati Zotit ton Jezus Krisht, që na bekoi me çdo bekim frymëror në vendet qiellore në Krishtin. Sikurse na zgjodhi në të përpara se të themelohej bota, që të jemi të shenjtë dhe të papërlyer përpara tij në dashuri. Duke na paracaktuar që të birësohemi në veten e tij me anë të Jezus Krishtit, sipas pëlqimit të vullnetit të vet, për lëvdim të lavdisë së hirit të tij, me të cilin na bëri të pëlqyer në të dashurin birin e tij, në të cilin kemi shpengimin me anë të gjakut të tij faljen e mëkateve, sipas pasurisë së hirit të tij, të cilin e bëri të teprojë ndaj nesh me gjithë urtësinë dhe mençurinë, duke bërë të njohur tek ne misterin e vullnetit të tij, sipas pëlqimit të tij, që ai e kishte paracaktuar me veten e tij, që kur të plotësoheshin kohrat, të sillte në një krye të vetëm në Krishtin, të gjitha gjërat, ato që janë në qiej dhe ato që janë mbi dhe. Në të edhe kemi qenë zgjedhur për një trashëgimi, duke qenë të paracaktuar sipas vendimit të atij që vepron të gjitha sipas këshillës së vullnetit të tij, që ne të jemi për lëvdim të lavdisë së tij, ne që shpresuam qysh më parë në Krishtin. Në ta, edhe ju, pasi e dëgjuat fjalën e së vërtetës, ungjillin e shpëtimit tuaj, dhe pasi besuat, u vullosën me shpirtin e shenjtë të premtimit, i cili është kapari i trashëgimisë tonë për shpengimin e plotë të zotërimit, të blerë dhe lëvdim të lavdisë së tij. Prandaj edhe unë, që kur dëgjova për besimin tuaj në Jezus Krishtin dhe për dashurinë që keni ndaj gjithë shenjtorëve, nuk pushoj së falenderuari për ju, duke ju kujtuar në lutjet e mia, që Perëndia i Zotit ton Jezus Krisht, Ati lavdis, t'ju jap juve frymën e diturisë dhe të zbulesës në njohurinë e tij, dhe t'u ndriçoj sytë e mendjes tuaj, që të dini cila është shpresa e thirrjes së tij dhe cilat janë pasuritë e lavdisë së trashëgimisë së tij në shenjtorët, dhe cila është madhështia e jashtëzakonshme e fuqisë së tij ndaj nesh, që besojmë sipas veprimit të forcës së fuqisë së tij, të cilën e vuri në veprim në Krishtin, duke ringjallur prej së vdekurish dhe duke e vënë të ulej në të djathtën e tij në vendet qiellore, përmbi çdo principat, pushtet, fuqi, zotërim dhe çdo emër që përmendet jo vetëm në këtë epokë, por edhe në të ardhmen, dhe vuri çdo gjë nën këmbët e tij dhe ja dha për krye përmbi çdo gjë kishës, e cila është trupi i tij, plotësia e atij që mburr çdo gjë në të gjithë. Kapitulli 2. Ai ju dha jetë edhe juve, që ishit të vdekur në faje dhe në mëkate, të cilat keni ecur dikur sipas ecjes së kësaj bote, sipas prishësit të pushtetit të errët, sipas frymës që vepron tani në bijtë e mosbindjes, ndërmjet të cilëve edhe ne, dikur jetuam në lakminë e mishit ton, duke i plotësuar dëshirat e mishit dhe të mendjes, dhe ishim prej natyre bijtë të zemërimit, ashtu si edhe të tjerët. Por Perëndia që është i pasur në mëshirë, për shkak të dashurisë së tij të madhe me të cilën na deshi, edhe atëherë, kur ishim të vdekur në faje, na dha jetë me Krishtin. Ju jeni të shpëtuar me anë të hirit. Edhe na ringjalli me të, dhe me të na vuri të rrim në vendet qiellore në Krishtin Jezus, për të treguar në epokat që do të vinë pasurinë e pamas të hirit të tij, me anë të mirësisë ndaj nesh në Krishtin Jezus. Ju në fakt jeni shpëtuar me anë të hirit nëpërmjet besimit, dhe kjo nuk vjen nga ju, por është dhurata e Perëndisë, jo nga vepra, që të mos mburret askush. Ne në fakt jemi vepra e tij e krijuar në Krishtin Jezus për veprat e mira që Perëndia përgatiti që më parë, që ne të ecim në to. Prandaj, kujtoni
se dikur ju jo hebrejnë në mish, të quajtur të pa rreth prerë, nga ata që e quajnë veten të rreth prerë, sepse të tillë u bën në mish nga dora e njeriut. Ishit në atë kohë pa Krishtin, të huaj në qytetarinë e Izraelit dhe të huaj për beslidhjen e premtimit, pa pasur shpresë dhe duke qenë pa perëndi në botë. Prandaj tani, në Krishtin Jezus, ju që dikur ishit larg, u afruat me anë të gjakut të Krishtit. Ai në fakt është paqja jonë, ai që ka bërë nga dy popull një dhe ka shembur murin e ndarjes, duke e prishur armiqësinë në mishin e tij, ligjin e urdhërimeve të përftuar nga porosi për të krijuar në vetvete nga dy një njeri të ri, duke bërë paqen dhe për t'i pajtuar të dy me Perëndin në një trup të vetëm me anë të kryqit, mbasi vrau armiqësinë në vetvete. Dhe ai erdhi për t'ju shpallur paqen, juve që ishit larg dhe atyre që ishin afër, sepse përmes tij që të dy kemi hyrje tek Ati nëpër një frym të vetme. Ju pra, nuk jeni më të huaj as bujtës, por bashk qytetar të shenjtorëve dhe pjesëtar të familjes së Perëndis, të ndërtuar mbi themelin e apostujve dhe profetëve, duke qenë Jezus Krishti vet guri qoshes, mbi të cilin gjithë ndërtesa e lidhur mirë rritet për të qenë një tempull i shenjtë në Zotin, në të cilin edhe ju jeni bashkë ndërtuar për të qenë një banesë e Perëndis në frym. Kapitulli 3. Për këtë arsye, unë Pali jam i burgosur Jezus Krishtit për ju jo hebrejt. Dhe nëse keni dëgjuar për dhenjen e hirit të Perëndis që më është besuar për ju, se si me zbules, ai ma bëri të njohur misterin, sikurse ju shkrova më përpara me pak fjalë. Duke ju lexuar këto, ju mund të kuptoni cila është inteligjenca ime në misterin e Krishtit, që nuk ju bë i njohur në epokat e tjera bijve të njerëzve, ashtu si ju zbulua tani apostujve të shenjtë dhe profetëve të tij me anë të frymës, që jo hebrejt të jenë bashk trashëgimtar të njëjtit trup dhe bashk pjesëtar të premtimit të tij në Krishtin nëpërmjet Ungjillit. Shërbejnjës i të cilit u bëra sipas dhuntisë së hirit të Perëndis që mu dha në saj të fuqisë së tij. Mua, më të voglit nga të gjithë shenjtorëve, mu dha ky hir për të shpallur midis jo hebrejt pasurinë e pashpërshkrueshme të Krishtit dhe për t'u manifestuar të gjithëve pjesëmarrjen e misterit i cili nga epokat më të lashta që e fshehur në Perëndin, i cili krijoi të gjitha gjërat nëpërmjet Jezus Krishtit, që nëpërmjet kishës në kohën e tashme u manifestoi principatave dhe pushteteve në vendet qiellore, ditoria e shumëllojshme e Perëndis, sipas qëllimit të përjetshëm që ai kreu në Krishtin Jezus Zotin ton, në të cilin kemi lirinë dhe lyerjen dhe hyrjen te Perëndia në mirëbesimin nëpërmjet besimit në të. Për këtë arsye, ju lutem që të mos dekurajoheni për shkak të mundimeve të mia, që vuaj për ju e cila është lavdia juaj. Për këtë arsye, unë po i ul gjunjët e mi përpara Atit ton Jezus Krisht, nga i cili merr emër çdo familje në qiej dhe mbi tokë, që t'ju jap sipas pasurisë së lavdisë së vet të forcoheni me fuqi nëpërmjet frymës së tij në njeriun e përbrendshëm, që Krishti të banojë në zemrat tuaja me anë të besimit. Amen, që të rënjosur dhe të themeluar në dashuri, të mund të kuptoni me të gjithë shenjtorët cila është gjerësia, gjatësia, thellësia dhe lartësia, dhe ta njihni dashurinë e Krishtit që te i kalon çdo njohuri, që të mbusheni me tërë plotësinë e Perëndis. Tani, atij që sipas fuqisë që vepron në ne, mund të bëj jashtë mase më tepër nga sa kërkojmë ose mendojmë. Atij qoftë lavdia në Krishtin Jezus, gjithë brezat në jetë të jetëve. Amen, amen, amen. Kapitulli 4. Unë pra, i burgosuri për Zotin, ju bëj thirrje që të ecni denjësisht sipas thirrjes për të cilën u thirrët, me çdo përullësi e zemërbutësi, me durim, duke e duruar njëri tjetrin me dashuri,
duke u përpjekur të ruani unitetin e frymës në lidhjen e paqes. Është një trup i vetëm dhe një frymë i vetëm, sikurse ju u thirrët në shpresën e vetme të thirrjes suaj. Është një Zot i vetëm, një besim i vetëm, një pagëzim i vetëm, një Perëndi i vetëm dhe Ati të gjithëve që është përmbi të gjithë, në mes të gjithëve dhe në ju të gjithë. Po secilit nga ne ju dha hiri sipas masës së dhuntisë së Krishtit. Për çka shkrimi thot, kur ai u ngrit lart, u ngjit lart, ai e burgosi burgosjen dhe u dha dhurata njerëzve. Tani kjo, ai u ngjit, çdo të thot, përveç se ai që më parë edhe kishte zbritur në pjesët më të ulta të dheut. Ai që zbriti është po ai që edhe u ngrit përmbi të gjithë qiejt, për të përmbushur të gjitha gjërat. Dhe ai veti dha disa si apostoj, të tjerë si profet, të tjerë si ungjilltar dhe të tjerë si barinje mësues, për përsosjen e shenjtorëve, për veprën e shërbimit dhe për ndërtimin e trupit të Krishtit, derisa të arrijmë të gjithë te uniteti i besimit dhe të njohjes së birit të Perëndisë, te një njeri i përsosur në masën e shtatit të plotësisë së Krishtit, që të mos jemi më foshnja të lëkundur dhe të transportuar nga çdo erë doktrineje, nga mashtrimi njerëzve, nga dinakëria e tyre nëpërmjet gënjeshtrave të gabimit, por duke thënë të vërtetën me dashuri, të rritemi në çdo gjë, drejt atij që është kreu, Krishti, prej të cilit gjithë trupi i lidhur mirë dhe i bashkuar me anë të kontributit që jep çdo gjymtyr, dhe sipas forcës së çdo pjese të veçantë shkakton rritjen e trupit, për ndërtimin e vetes së tij në dashuri. Këtë pra, po dëshmoj në Zotin, të mos ecni më si po ecin ende jo e brejtë e tjerë, në kotësinë e mendjes së tyre, të errësuar në mendje, të shkëputur nga jeta e Perëndisë, për shkak të padijes që është në ta dhe ngurtësimin të zemrës së tyre. Ata duke u bërë të pandjeshëm, e dhan vete në shturje, duke kryer çdo papastërti me lakmi të pangopur. Por ju nuk e keni njohur kështu Krishtin. Në qoftë se e keni dëgjuar atë dhe keni qenë të mësuar në të sipas së vërtetës që është në Jezusin, që të zhvisheni përsa i takon sjelljes së mëparshme, nga njeriu i vjetër që korruptohet me anë të lakmive të gënjeshtrës, dhe të përtëriheni në frymën e mendjes tuaj, dhe të visheni me njeriun e ri të krijuar sipas Perëndisë, në drejtësinë dhe shenjtërinë e së vërtetës. Prandaj duke e lënë mënjan gënjeshtrën, secilit i thotë të vërtetën të afërmit të vet, sepse jemi gjymtyr njeri me tjetrin. Zemërohuni dhe mos mëkatoni. Dielli të mos perëndojë mbi inatin tuaj, dhe mos i jepni vend djallit. Ai që vjedhte, le të mos vjedh më, por më tepër të mundohet duke bërë ndonjë punë të mirë me duart e veta, që të ketë t'i jap diçka atij që ka nevojë. Asnjë fjalë e keqe le të mos dalë nga goja juaj, por ajo që është e mirë për ndërtimin, sipas nevojës që t'u jap hir atyre që e dëgjojnë. Dhe mos e trishtoni shpirtin e shenjtë të Perëndisë, për të cilin u vullosët për ditën e shpengimit. Le të flaket larg jush çdo i dhërim, zemërim, inat, trazir dhe shpifje dhe çdo ligësi. Por jini të mirë dhe të mëshirshëm njeri me tjetrin, duke e falur njeri tjetrin sikurse dhe Perëndia ju ka falur në Krishtin. Bëuni pra imitues të Perëndisë si bij shumë të dashur. Kapitulli 5. Dhe ecni në dashuri, sikurse Krishti na deshi dhe e dha veten e tij për ne si ofertë e flijim Perëndisë, si një parfum e rëmirë. Po ashtu, si u ka hije shenjtorëve, as kurvëria, as ndonjë papastërti, as kurnacëri të mos sihet në gojë midis jush, as pandershmëri, as të folur pa mend, e të përqeshur, të cilat nuk kanë hije, por më tepër të ketë falënderime. Të dini në fakt këtë, as një kurvar ose i ndyr ose kurnac, i cili është i dhujtar, nuk ka ndonjë trashëgim në mbretërinë e Krishtit dhe të Perëndisë. Askush të mos ju gënjej me fjalë të kota, sepse për shkak të këtyre gjërave vjen zemrimi i Perëndisë mbi bijtë e mosbindjes. Mos ini pra shok me ta, sepse dikur ishit në errësirë, por tani jeni dritë në Zotin,
ecni pra si bijë të dritës, sepse fruti i frymës konsiston në gjithçka që është mirësi, drejtësi dhe vërtetësi, duke provuar çfarë është e pranueshme për Perëndin, dhe mos merrni pjesë në punët e pafrutshme të errësirës, por më tepër qortojeni, sepse ato që bëjnë ata në fshehtësi është turp edhe të thuan, kurse të gjitha gjërat kur dalin në dritë bëhen të dukshme, sepse çdo gjë që shfaqet është dritë. Prandaj shkrimi thot: zgjohu ti që fle dhe ringjallu prej së vdekurish, dhe Krishti do të shndrisë mbi ty. Kujdesuni pra që të ecni me kujdes dhe jo si të marrët, por si të mençurit, duke shfrytzuar kohën sepse ditët janë të mbrapshta. Prandaj mos u bëni të pakujdesshëm, por kuptoni cili është vullneti i Zotit. Dhe mos u dehni me verë në të cilën ka shturje, por mbushuni me frymë, duke i folur njëri tjetrit me psalme, himne dhe këngë frymërore, duke kënduar dhe duke lavdëruar Zotin me zemrën tuaj, duke e falenderuar vazhdimisht për çdo gjë Perëndin dhe Atin në emër të Zotit ton Jezus Krisht. Nënshtrojuni njëri tjetrit në druajtjen e Krishtit. Ju gra, nënshtrojuni burrave tuaj por si Zotit, sepse burri është kreu i gruas, sikurse Krishti është kreu i kishës, dhe ai vetë është shpëtimtari i trupit. Ashtu si kisha i është nënshtruar Krishtit, kështu gratë duhet i nënshtrohen burrave të tyre në çdo gjë. Ju burra, ti doni gratë tuaja, sikurse edhe Krishti ka dashur kishën dhe e ka dhënë veten e vet për të, që ta shenjtëroj, pasi e pastroi me larjen e ujit me anë të fjalës, që të nxjerrë atë përpara vetes të lavdishme, pa njolla, arrudha, ndonjë gjë të tillë, por që të jetë e shenjtë dhe pa qortueshme. Kështu, burrat duhet i duan gratë e veta, por si trupat e tyre. Kush do gruan e vet, do vetveten, sepse askush nuk e urren mishin e vet, por e ushqen dhe kujdeset me butësi, sikurse dhe Zoti bën me kishën, sepse ne jemi gjymtyr të trupit të tij, të mishit të tij dhe të kockave të tij. Prandaj njeriu do të lërë baban e vet dhe nënën e vet, dhe do të bashkohet me gruan e vet, dhe të dy do të bëhen një mish i vetëm. Ky mister është i madh. Tani unë e them në lidhjen me Krishtin dhe me kishën, por secili nga ju kështu ta doj gruan e vet, sikurse e do veten e vet, dhe po kështu gruaja ta respektoj burrin. Kapitulli 6. Fëmijë, bindjuni prindërve. Bindjuni prindërve tuaj në Zotin, sepse kjo është e drejtë. Ndero atin tënd dhe nënën tënde. Ky është urdhërimi i parë me premtim, që ti të jesh mirë dhe të jetosh gjatë mbi dhe. Dhe ju etër, mos provokoni për zëmrim fëmijët tuaj, por i edukoni në disiplinë dhe në këshill të Zotit. Ju shërbëtor, bindjuni zotrive tuaj, sipas mishit dhe me druajtje dhe dridhje në thjeshtësinë e zemrës tuaj, por si Krishtit, duke mos shërbyer për sy e faqe, si ata që duan t'u pëlqejë njerëzve, por si shërbëtor të Krishtit, duke bërë vullnetin e Perëndis me zemër, duke shërbyer me dashuri si për Krishtin dhe jo si për njerëzit, duke ditur se gjithë secili qoftë skllav apo i lirë, do të bëjë të mirën, do të marrë shpërblimin nga Zoti. Dhe ju zotrinj, bëni po kështu ndaj tyre, duke i lënë kërcënimet, duke ditur që i tyre dhe juaj Zot është në qiell dhe se tek ai nuk ka asnjë anësi. Për çfarë mbetet vëllezërit e mi? Forconi në Zotin dhe në forcën e fuqisë së tij. Visheni gjithë armatimin e Perëndis që të mund të qëndroni kundër kurtheve të djallit, sepse betejë jon nuk ka kundër gjakut dhe mishit, por kundër principatave, kundër pushteteve, kundër sunduesve të botës e errësirës së kësaj epoke, kundër frymrave të mbrapshta në vendet qiellore. Prandaj, merrni të gjithë armatimin e Perëndis, që të mund të rezistoni në ditën e mbrapsht dhe të mbeteni në këmbë, pasi t'i keni kryer çdo gjë. Qëndroni pra të fortë, duke patur në i brezin e së vërtetës, të veshur me pazmoren e drejtësisë, dhe duke mbathur këmbët me gatishmërinë e ungjillit të paqes. Mbi të gjitha,
duke marrë mburojën e besimit, me të cilën mund të shuani të gjitha shigjetat e zjarta të ligut. Merrni edhe për krenaren e shpëtimit dhe shpatën e frymës, që është fjala e Perëndis, duke u lutur në çdo kohë dhe me çdo lloj lutjeje dhe përgjërimi në frymë, duke ndenjur zgjuar për këtë qëllim, me çdo ngulmim dhe lutje për të gjithë shenjtorët. Dhe edhe për mua, që kur të hap gojën time, të më jepet të flas lirshëm për ta bërë të njohur misterin e Ungjillit, për të cilin jam i dërguari në pranga që të mund të shpall lirisht siç e kam për detyrë. Por që ta dini edhe ju si jam dhe çfarë bëj. Tikiku, vëlla i dashur dhe shërbenjësi besnik në Zotin, do t'ju informoj për të gjitha, të cilin pikërisht për këtë qëllim po ja u kam dërguar, që të jeni në dieni të gjendjes son dhe të ngushëlloni zemrat tuaja. Paqe vëllezërve dhe dashuri me besim nga Perëndia, Ati dhe nga Zoti Jezus Krisht. Hiri qoftë me të gjitha ata që e duan Zotin Jezus Krisht me sinqeritet. Amen, amen, amen. Lexuam letrën drejtuar e Efesianëve. Këtë letër e ka shkruar apostulli Paul.